A mos vallë kjo kujdesje ndaj të varfërve dhe njerëzve në nevojë e quan beni këtë gjë rrezik? Ndoshta varet se çfarë kandarësh ka beni që i peshon gjërat, ose i kanë humbur kandarët fare, nuk ka peshore. O ben, me dallimin tënd mes musliman dhe islamik ke thënë diçka që nuk e thot askush. Në islam ka musliman vetëm. Besimtarët musliman, jemi musliman. Ndoshta ti ke dash të thuash radikalët, ndoshta ti ke dash, po nuk e di çfarë ke pas ti në zemër, po unë them se çfarë ke thënë. Unë jam i sigurt se po të flas në ateizëm, siç e thash pak më lart, do të bëja blasfemi në ateizëm. Po edhe ti, me këtë që ke bërë, nëse ti je i deklaruar. Unë do të bëja një pyetje, o ben. Kur Zoti tha në Kur'an, o ju që keni besuar, bëni këtë gjë, veproni këtë gjë, mos e bëni këtë gjë, mos e bëni këtë gjë. Pra Zoti neve na paska nxjerr nga musliman, na paska bërë islamik. O ti profet, i tha Zoti pejgamberit, thuaj grave të tua, bijave të tua dhe grave besimtare, shembull, po jap një shembull, që të vendosin shamin mbi gjokset e tyre të mbulohen. Pra sipas teje o ben, që i bjerë po me i ven, Zoti i madh i paska thënë profetit që dalin nga musliman të bëhet islamik. Zoti kur tha në Kur'an, o që keni besuar, mos pini rakin, alkolin. Pra na paska urdhëruar neve Zoti që të dalim nga musliman të bëhemi islamik. Kur Zoti tha mos luni bixhoz, si mas teje o ben, na paska thonë Zoti dilni nga musliman dhe bëhuni islamik. Jo më ben, nuk është ashtu. Zoti që besohet, se ti akoma nuk e ke këtë lloj koncepti, dhe beson se e ke përardhur nga majmuni, dhe është drejta jote, ta besosh një gjë të tillë. Ne nuk e besojmë këtë, ne besojmë se kemi nga Zoti dhe jemi të ardhur nga Zoti, e si